Faleminderit, kënaqësi edhe për neve çdo herë të kemi në studio. Ndërkohë, e paralajmëruam qysh në fillim se do të kemi edhe një bisedë me antarin e PDK-s Xhavit Halitin, me cilin do të diskutojmë për ngërçjen politike, po ashtu edhe për seancën e 36 radhë e cila u mbajt sot. Kujtojmë se këto ditë dje PDK ka mbajtur edhe konventin e 11 ku ka shpalosur edhe 15 pika për një qeverisje të Kosovës. Për këto do të flasim me Xhavit Halitin, nëse tashmë e kemi në një lidhje direkte. Zotri Haliti, përshëndetje. Përshëndetje. Nuk kemi zënë në studio, po besoj që për pak rregullohet dhe do të kemi mundësi ta dëgjojmë edhe zotrin Haliti. Përshëndetje, zotri Haliti, po na dëgjon? Përshëndetje, unë po, ju si jeni? Mirë shumë, në rregull jemi tani. Ju dëgjova me vëmendje emisionin, po, mirë. Zotri Haliti, sot e pam edhe një seancë të tjetër në fakt që pati një epilog të njëjtë. Si po i shehni ju të gjitha këto seanca, u bën 36 me radhë, të cilat nuk prodhojnë asgjë? Unë me dëshirë kisha folë për temën që e patë më herët, por si të qoftë duhet të aplotësoj edhe këtë pjesë të misionit të cilin e keni planifikuar. Tani unë si dështrues i situatës më shumë, se sa që mund të ndikoj realisht se çfarë të bëhet, por unë menoj që këto seancat dy ditore janë bërë si thot populli gazi i botës, sepse nuk do duhet marrëshin këtë formë. Mendoj që seancat duhet thirrën kur janë përgatitur që të votohet kryetari, kryesia dhe të zgjedhen strukturat drejtuese të Parlamentit Kosovës, e pastaj të vjen rada e qeverisë, e jo të shkojmë çdo ditë edhe ta krijojmë një show i cili jo që i ka mërzit njerëzit, por janë bërë të bezdisshëm edhe me i ndëgju, edhe me i lexu komentet, edhe me i pa seancat, sepse po shkojnë në seancë për mos me kry seancën. Në qoftë se është kështu, atëherë më mirë do të ishte me pas një marrëveshje pak më rrallë me i majtë këto, derisa të vendosin. Ka qenë kërkesë e lëvizjes vetëvendosje, mirë po nuk u përkra, u quajtë si jo e duhur, sepse ka qenë kërkesë e lëvizjes vetëvendosje që seancat për shkak që nuk po provojnë asgjë. Lëvizja vetëvendosje e ka vendosë këtë farforme që se ka kërkush. Tani ta shkojnë, sepse edhe i marrin me ditjet çdo ditë që shkojnë seancë, edhe nuk votojnë, rregull. Jo, është raportuar zotri Haliti që për këto seanca nuk merren me ditje. Paguhen si deputet, por me ditjet nuk merren. Gjithsesi, si keni parë dhe bojkotimin Ata nuk kanë drejt me unal me ditjet, sepse nuk ka një vendim të tillë. Nuk ka në rregullore nuk ekziston kjo. Ata që shkojnë në seancë duhet ju paguhet me ditja, sipas rregullore. Ose duhet nxjerr vendim tjetër kryesia. Parlamenti nuk ka tagrin me marrë vendime sepse s'ka kryesi. Prandaj duhet zbatu rregullat që kanë qenë. Po edhe në momentin kur nuk po bëhet, pothuajse as pak punë, janë seanca të cilat po i shohim me të njëjtin epilog, e tha Dorentina tashe 36 herë, seanca 5 minutë. Parlamenti nuk është çështje edhe ndërgjegjës më pas. Parlamenti është organ politik më i lartë i Kosovës. Dhe për atë punë paguhen deputetet, nuk paguhen me prashit as me fshi parlamentin. Po, këta e kemi të qartë, zotri Haliti. Me marrë vendime. Ne thjesht po i tërheqim dy paralele në rast se do mbajnë një seancë. Vetë fakti që shkojnë parlament, ata bojnë punë. Ka shku, nuk po funksionon, dalin, shkojnë sipas rregullave të vendosur. Disa kanë filluar edhe ta bojkotojnë, ti bojkotojnë këto seanca. Si keni pa këtë, zotri Haliti?
Ma dhe një numër i madh, jo vetëm disa. Kush pi bojkotos? Një numër i madh i deputetëve kanë filluar që t'i bojkotojnë këto seanca, pasi si shton ata nuk po prodhojnë asgjë. Po mirë kanë që i bojkotojnë, sepse me qenë se dhe nuk po paguj kanë ato mbeditjet, rrogat i marrin, por edhe në qoftë se s'ka marrëveshje për ta votu kryetarin e kuvendit, atëherë s'ka asnjë arsye për me shku, ose letë. Por ku është përgjegjësia e deputetëve në këtë rast, zotri Aliti, pasi ata janë votuar nga qytetarët e Kosovës për t'i formuar institucionet, për të shkuar në kuvend? Atëherë qytetarët e Kosovës le të vlerësojnë për të ardhmen se kënë duhet ta votojnë. Sepse unë nuk moj me mëzirë qëndrime lidhur me atë shkojnë apo nuk shkojnë, dhe përgjegjësia është individuale gjithmonë, por nuk është në pyetje qëndrimi individuali deputetit. Janë qëndrimet politike të partive të cilat janë në betejë me njëri tjetrin se kush do t'i krijojë institucionet, kush do t'a bëjë qeverinë e Kosovës. Konsideroni se jemi në me ndëgju opozitën, rezulton që opozita duhet me marrë qeverinë. Ndërsa e vërteta është që vetëvendosja ka dalë partia e parë, ose ka dalë me vota shumë ma shumë se 2 partitë e mëdha, dhe sipas praktikave dhe sipas rregullave do të duhej që ata gjenin aleatin e tyre ose një parti e cila hyn në koalicion. Unë nuk e di sa kanë bisedu dhe cilat janë bisedat që i kanë zhvillu lidhur me koalicionin e ardhshëm, por po dihet që vetëvendosje s'mundet as kryetarin me nxjerr dhe as qeverin me bërë në qoftë se si ka 61 vota. E kuptojmë. Konsideroni zotëri Aliti. Ato ose duhet lëshoj rrugë. E qartë. Konsideroni se jemi në krizë thellë politike, sepse deputet të gjitha partive pa përjashtim shpesh herë po dalin pas seancave dhe po deklarojnë se vendi nuk është në krizë thellë politike dhe zgjidhja mund të jetë shumë afër. Si është kjo në perceptimin tuaj? Shikon, niveli i deputetëve është për të dëshruar. Dhe nuk është problemi që jemi në krizë thellë politike, por na jemi në një krizë të cilën ne nuk po mujme me emërtu. Bota është në krizë. Bota është pranë fillimit të luftës së tretë botërore. Raketat natë ditë nuk nalen nga shumon. Prandaj Kosova, duke pas parasysh edhe statusin që e ka, thënë, drejtuesit politik të partive do duhej të rezononin pak më përgjegjshmërisht që të krijojnë institucionet ose të shkojmë në zgjedhje të reja. Nuk mund të shtyhet kjo punë për inat të njerit ose të tjetrit. A janë bë mjaftueshëm përpjekje për me i evitu zgjedhjet, sepse ne zgjedhjet i kishim në shkurt dhe ku është esenca, çfarë rezultati do prodhonin ato ndryshe nga ai që është. Tani topi është në duart e Albinit, por përgjegjësia është edhe opozita e Kosovës, e cila ka një qëndrim të ngurtë dhe nuk lëviz nga i qëndrim. Ashtu si që janë edhe qëndrimet e ngurta ndaj listës sërbska, e cila është parti e Kosovës, e cila e ka mandatin për ta ushtru detyrën e vetë në parlamentin e Kosovës dhe në qeverinë e Kosovës.
Ndërkohë, zotëria Aliti, sa e rrezikshme është për Kosovën gjithë kjo situatë, gjithë ky ngërç, kur vendi është ende pa institucione, në ndërkohë kur bota po përballet me një krizë tjetër, e përmendet edhe ju atë që po shihet sikur është në prag lufta e tretë botërore, por janë edhe zhvillime të tjera. Në anën tjetër kemi një Kosovë e cila për muaj të tërë nuk po arrin të formoj kuvendin, të konstituaj atë. Është keq për neve. Është keq për neve, është keq për secilin deputet, është më keq për Albinin, i cili është blokuesi kryesor i kësaj situate, dhe do të thoja që përveç situatës dhe krizës botërore ne kemi një problem dhe një krizë permanente në kufijt tanë, të cilët mund të shpërthejnë çdo ditë, dhe kjo qeveria e cila është në detyrë nuk e di sa është e përgatitur që nesër me shpërthy diçka me realizu ato që duhet mi realizu, veçanërisht çështjen e mbrojtjes. Po, zotëri Haliti, ka pas akuza publike se partitë politike po e vendosin interesin e tyre politik para funksionimit të shtetit. Si e shihni ju këtë? Po kjo e vërtet është, nuk ka që ka pas. Kjo është e vërtet. Aktualisht e drejta për me quajt kështu është. Por shteti funksionon edhe pa partitë politike. Shtetin e drejton ai që ka pushtetin. Ndërsa shteti, si shtet, që duhet të dallojmë shtetin nga pushteti, se shteti si shtet është duke funksionuar. Edhe ju e dini edhe këto marrëveshjet e punit që kanë qenë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës të nënshkruara për mbrojtje dhe nga Ministri i Mbrojtjes, janë veprimet e shtetit, nuk janë veprimet të pushtetit. Mirë po. Pra, edhe përkundër pamundësive për ta funksionalizu qeverin të kontrolluar nga parlamenti, elementet e shtetit dhe do të thoja shteti funksionon, por janë më të kufizuar në vendimorje. E SBA-ve po funksionon. Po janë më të kufizuar, po thëmë shteti funksionon edhe kështu do duaj, po janë më të kufizuar në vendime, në pjesëmarrje, në gjitha... Shiko, ne Kosova po humbë shumë fonde të cilat janë donacione për Kosovën, janë kredime të buta për Kosovën, të cilat dhe shumë marrëveshje ndërkombëtare të cilat duhet të votohen në Parlamentin e Kosovës. Kjo është humbje e madhe. E dyta, ne duhet legjislacionin ta përmirësojmë dhe ta rregullojmë më mirë konform legjislacionit që kanë vendet e Bashkimit Evropian. Sepse ne, edhe pse kemi miratu ne legjislacion gjoja të ngjashme me legjislacionet e vendeve evropiane, kemi shumë mangësi në procesin e zbatimit të tyre. Dhe kjo është pengesa për me shku për para. Por ajo që është kryesore, tani për tani, është që neve duhet jemi të gatshëm për çdo situatë që vjen në këtë periudhën e funit, e cila ka ndezë realisht dritat e rrezikut, dritat e kuqe, dhe sirenat të cilat zgjojnë njerëzit natën dhe ditën nga gjumi dhe nga puna i nxjerrin për të strehuar, dhe ajo mund të vijë edhe në Kosovë nesër. Ndërkohë, cila prisni apo cila mendoni ju se do të ishte zgjidhja më e mirë në këtë situatë që jemi aktualisht, zotëria Aliti? Sa i përket ngërçit politik, kemi parë që... Zgjidhja është e lehtë, është e mundshme, në qoftë se ka vullnet politik. Unë mendoj që nuk e ka bloku Albinin opozita, po Albini e ka bloku opozitën për faktin se nuk i ka dhënë asnjë lloj sinjali për ta hapë çështjen e krijimit të qeverisë. Domethënë zgjedhjen e kryetarit kuvendit dhe të kryesisë.
Tani lind pyetja kush duhet me qenë. Unë po të isha deputet, do të votoja, sepse aty në ju takon kryetari i kuvendit, ata kanë të drejtën me propozu, dhe do të hapja betejën në drejtim të krijimit të qeverisë. Dhe në qoftë se Albini nuk mundet me i bërë 61 vota, atëherë presidentja është e obliguar që t'jep mandatin dikuj tjetër që ai garanton 61 vota që i ka. Dhe kështu që qeveria, Kosova nuk mbetet pa qeveri. Në anën tjetër, unë po besoj për shkak të raporteve që ka qeveria në detyrë me organet e drejtësisë, këtyne për ju konvenon me zgjatë në këtë variant, me qëllim që të mos ketë mundësi edhe prokuroria, edhe gjyqësori me u përballë me njerëzit të cilët duhet shkojnë për të tregu çështjet të cilat i ka kërku prokuroria, e në këtë rast edhe vetë kryeministri Kurti. Po thoni se ju, nëse do të ishit deputet, do ta votoni të Haxhiun për kryetare të kuvendit? Unë Haxhiun e kisha votu çdo herë, po sepse kam çështje të cilat kam një farloj emocioni për zonën Haxhiu për shkak të familjes saj. Por në politik njerëzit janë të obliguar të zbatojnë vendimet e partive, vendimet e organeve të partive të tyre, vendimet e grupit parlamentar. Po thoni se edhe brenda PDK-s mund të ketë deputet të cilët do donin ta votonin në zonën Haxhiu, po për shkak të qëndrimeve të partisë nuk mund ta bëjnë një gjë të tillë? Nuk e di, nuk më ka thënë dikush që do ta votoj zonën Haxhiu, por unë besoj që grupi parlamentari i PDK-s nuk mund të votoj zonën Haxhiu dhe as kënd tjetër në qoftë se nuk ka një vendim të tillë nga grupi parlamentar dhe nga kryesia e Partisë Demokratike. Ne në kuvendin e jashtëm ka pas një qëndrim, do të thoja, strikt sa i përket kësaj çështje dhe kjo besoj nuk do të ndryshojë. Por kjo i bie se ata nuk janë të lirë të votojnë këtë duan, por duhet të qëndrojnë në një vim me partinë. Po askush nuk është i lirë në asnjë parti për të votuar, pse shikoj ne kemi përpara, për shembull unë ndonjëherë kam votu qysh më ka marrë mendja mua, edhe ndonjë deputet tjetër, por rregullat e çdo partie në botë nuk janë të tilla çfarë ju i thoni në për këto emisionet e juve që deputeti është i zgjedhur dhe ai është i lirë me bërë çka do. Deputeti është zgjedhur sepse e ka propozuar partia dhe e ka votuar elektorati i partisë. Dhe asnjë deputet që dëshon të mbetet në partinë e vet, që dëshon të mbetet lojal ndaj partisë, nuk mundet me dalë nga qëndrimet e partisë, sepse atëherë ai do duhej me dhënë dorëheqje nga partia, do duhej me dhënë dorëheqje edhe nga deputeti, po besoj, ose të del si deputeti pa mbarur. Këto janë çështje që nuk ndodhin veç në Kosovë, por ndodhin gjithkund, pothuajse edhe në demokracinë më të madhe të botës në Amerikë ka raste të tilla, por edhe në vendet e Evropës perëndimore. Prandaj për këtë çështje mendoj që është varet edhe nga qëndrimet e partive. Duhet ju them që në Partinë Demokratike të Kosovës ka pas shumë herë rrjedhje votash, domethënë për çështje të caktuara dhe neve asnjëherë nuk kemi marrë masa drastike kundër asnjë deputeti, domethënë qoftë për ta dënuar me diçka në bazë statutit që ka partia. Ndërkohë, mund të ketë qenë edhe kjo një frikë pse partitë e tjera si PDK-ja apo edhe LDK-ja në anën tjetër nuk e kanë pranuar votimin e fshehtë? Sepse po them janë friksuar që dikush nga deputetët e tyre edhe mund ta votonte Haxhiun. Po, mund tjetër dhe kjo, por në qoftë se deputetët e partive votojnë fshehtazi, atëherë ata nuk të duhej me qenë deputet asaj partije.
deputeti duhet me pas ndërgjegje dhe duhet me pas gatishmëri me zbatu rregullat që vendosen në grupin parlamentar. Si u bë shef, si u bë votimi i hap. Fatkeqësisht ka raste në të cilat deputet, po them të cilës parti, për kanë shit interesat e partisë vetë për ta realizu një interes personal të vetin, ose një interes të vllajt vetë, ose një interes të motrës vetë, që kanë votuar në parlament, ndryshe nga që ka votu partia tyre. Kjo ka qenë qëndrimi tyre dhe unë kështu e gjykoj. Po, ju teksa po flesit pak më herët, edhe ju, po thuaj se si shumë deputet të tjerë, i përmendet zgjedhjet, në fakt, si zgjidhja e duhur për të kapërcyer këtë ngërç politik. Jo, nuk e përmenda unë zgjedhjet si zgjidhje. Jo, ju thatë në fillim se edhe zgjedhjet? Po, edhe zgjedhjet duhet me qenë një zgjidhje. Në qoftë se nuk zgjedhet qeveria dhe nuk funksionalizohet kuvendi, është ma mirë me shku në zgjedhje më shpejt. Po, kështu e thatë. Si duket, Albini ka vendos që në qoftë se nuk merret vesh me partitë e tjera, me qu venin në zgjedhje bashkë me ato zgjedhjet lokale, ose eventualisht në fund korrikut ose në fillim gushtit, kur është edhe diaspora këtu me shpresën se mund të merr më shumë vota. Çfarë rezultati mendon zot Realiti që mund të provoni zgjedhjet? Në opinion, realisht janë të penalizuar, po them, penalizuar në aspektin e bisedave që bëhen kudo të gjithë, pa përjashtim, si pozita, si opozita. Mendon se zgjedhjet Por Albinit i takon me bo koalicionin, Albinit i takon me i bërë votat, dhe për t'i bërë votat, mendoj që në çdo vend botës, kur ka situatat e tilla, për me që bërë ngërçin politik, duhet të hyjë në pazaret e mundshme në mes të partive politike. Pra po thoni që do duhet të lëshonte më shumë për shkak se ka pas disa ftesa për LDK-n, në anën tjetër ka pasur edhe takim me PDK-n, jo një ftesë direkte si që ka bërë për LDK-n, por po thoni që duhet të, kur e përmendet, po thoni që duhet të lëshonte më shumë në poste? Shiko, une po them qeveria Gjermanisë, ose Partia Social-Demokrate dhe Demokristiane kanë biseduar 2 muaj ditë për të nda përgjegjësitë në qeverinë e Gjermanisë, edhe për ta bashkërenditur programin. Do të thonë se kryesore në një qeveri që është që të fillojë të zbatohet një program i përbashkët. Dhe ne kemi programet të ndryshme, nuk kemi programet të njëjta. Por ajo që është shqetësuese, do të thoja, është se disa nga protagonistët që e shohin veten si ministër, si funksionar të lartë të shtetit, janë të joshur më shumë mas ministrive që kanë fonde shumë dhe mas tenderave. Dhe kjo është një veprim, do të thoja, i dëmshëm për vendit, por në qoftë se bëhet një program dhe mbi bazën e këtij programi vendosen hapësina kohore për zbatueshmërinë e tij dhe ka raportime të rregullta dhe debate të rregullta në parlament për zbatimin ose jo të programit, për angazhimin e ministrive përkatëse për të kryer detyrat e veta ose jo, dhe kritikohen dhe nëse duhet edhe shkarkohen, atëherë do të ishte më mirë. Do të ishte më mirë. Por jo që bëjmë pazar kush cilin ministri ta merr dhe pastaj thuhet që kjo ministria jeme është e familjes sime, është e vëllezërve të mi, është e dajallarëve të mi, është e tezëve të mia,
dhe t'i bëj aty rrëshe kumla bugjetin e ministrisë dhe ata të angazhohen në tenderat të cilët nuk janë të pa. Pra, po thoni që këtu qëndron problemi tek ndarja e ministrive? Po, unë nuk e di që kanë bisedu ata. Nuk e di a ka bëna i kërkes, po e zomë LDK-ja për VV-n. Nuk e di çfarë kërkesa që ka bërë, sepse s'ka pas transparencë absolutisht. Nuk e di a ka pas kërkesa PTK-ja, sepse takimet janë mbajt dhe një numër i vogël e dinë se a ka pas kërkesa. Por me sa di unë, Albini nuk ka bërë kur farë oferte. Po, ndërkohë a konsideroni se do duhet të vinte një ftesë edhe për PDK-n nga Kurti? S'ka nevoj ftesë. Kurti duhet shkojnë parti, këti kërkoj takim Memlit dhe të bisedoj me te. Ta shprej gatishmërinë, ta shprej projektin ose programin që e ka, dhe Memli me kryesin dhe me specialistat e partisë do të studionin ofertën, do të studionin programin edhe do të vendosin për po ose jo. Po pse nuk është bërë kjo, zotëri Aliti? Qëndrimi është edhe i PDK-s i ngurt, aty është sepse po, e përmende se i kemi parë të dyja anët. Të dy anët kanë qenë kundër një gjë të tillë. Ka pasur madje deputet të PDK-s që kanë thënë se kur PDK-ja nuk do të hyjë në një koalicion me lëvizjen vetëvendosje. A jeni aq të kundërt apo thjesht keni inate po them politike për shkak të kaluar? Ato janë qëndrime dhe në politik nuk është mirë me shku me inate sepse ne nuk jemi asnjëna parti e Serbis, nuk jemi asnjëna parti e Rusis, janë krejt partit Kosovës dhe populli ka zgjedhur ta deputet për me i shërby Kosovës, dhe në qoftë se bojnë koalicion, këta nuk shkojnë me i shërby Albin Kurtit, por shkojnë me caktu gatishmërinë e tyre për të zbatu një pjesë të programit të PDK-s ose të LDK-s këtë rast, dhe të marrin pjesën e përgjegjësive që mund të marrin në qeveri. Dhe duke parë Si do qoftë, unë po flasë çfarë duhet bëhet, por deputetët flasin ka njëherë edhe ashtu, edhe me porosi, por deputetët dhe njerëz të Partisë Demokratike të Kosovës, kushdo që janë të obliguar që vendimet e Këshillit Drejtues të partisë edhe të kryesisë pjesërisht, po veçanërisht të Këshillit Drejtues, i cili është vendimarrës, ti zbatojnë në përpikmëri. Kushdo që del jashtë këtyre vendimeve është antipartipër. Dhe këto që po i thoni, duke parë disponimin e deputetëve, konsideroni që do të ndodhin ndoshta në një të ardhme të afërt apo zgjedhjet janë të pa evitueshme? Janë shumë faktorë. Uroj që të mos na detyroj situata në veri që ne të bëjmë qeveri edhe institucionet parlamentit mbrana notës dhe pa marrëveshje dhe pa program, por unë mendoj që do duhej me ia dhënë vetës një afat publik Albin Kurti dhe nëse nuk funksionon dhe nuk zgjedhet qeveria dhe institucionet e parlamentit, atëherë duhet me bëni lëvizje të dytë. Po, ndërkohë, flasim pak edhe për zgjedhjet lokale, të cilat tashmë veç është të shpallur data. Si prisni që të shkojë gjithë ky proces dhe a besoni që PDK-ja do të arriti kthejë edhe disa komuna të tjera në këto palë zgjedhje? Ne do të përpiqemi me fitu. A do të ishte e vështirë edhe për qytetarët, po dhe për partitë politike që të, po them, bënin fushat për të dyja palë zgjedhjet edhe për ato të përgjithshme, por edhe për lokalet, me qenë se po thuhet se mund të shkohet me dy palë zgjedhje për njerësh?
Jo, një rrugë dy punë, thot populli. Nuk është problemi, është e vështirë, është e pa vështirë. Por është keq me shku huq një legislatur me deputet të zgjedhur, me shpenzimet e shtetit, në shpenzimet e secilit deputet, në shpenzimet e partive, edhe të blokohet dhe të shkoj huq si veprim, si institucion i zgjedhur. Është e dëmshme, nuk menoj që është e mirë. Po sa i përket asaj që do t'jetë e vështirë, unë menoj që nuk është e vështirë, sepse ato figurat qendrore të partisë edhe kandidat do t'a bojnë fushatën se cili për veti dhe se cili do t'a ketë mbështetjen e partisë. E qartë. Po, zotri Aliti, të falendroj shumë që ishe sot me neve. Faleminderit edhe juve, mirupafshim. Faleminderit edhe njëherë, ndërka